Zhive që ashtu e gjithë në penin, përshin gjerë një farë penit. Pa ju logu kush me hithi a najsena. Dje o kona jo. Shpuna që shën gjerës. Ja, e këna Na kanë me drëndafila, me drëndafila. As nuk pas jenë gjithë në farë peni që jenë gjithë që nësë. Që janë konë brebejt që ta deta dha ile. E që ke peni, që o konë? Po zhive që ashtu e gjithë në penin, përshin gjerë një farë penit, tjarëm. Për shëndet kështë bëja, një që ashtu theshin. Ani debet, a i ki po këtë njerëz në atë kohë janë konë ma të shëndetshëm se sot, në ashta bashkë e vërtet është. Pa të kanë lati me hitha. Po mëre, në arës ke gjyshja në rath Me pojke. shelne. Me shelne. Atërin konë shëndet se kanë hongër shqim në kërall, të shkon krejt. Na kërcnejke me hitha. Të na përcjellë dhe gjyshja, sigur. Ty betat kanë rejgj me hithi. Jo, unë e mësu herët, e lipa hithi, pa nuk zeta që e theja një degë. Një me ku komore ta hitha sa pak. Eja, ki hongër pite me hitha në i herë? Vëllajnë po këmë hongër në që tjallë që shkaj, ne se këmë dëve pona më zga bësha. Musë mi ka na pitet me nasin atë gjithë shumë hitha, se normal do të hitha, po dhe me pas për me mujtë me hongër. është taj tipi. Kanë gjithë që ati një fshatë studime që jenë kona atje për 2 maj, që kona i manifestimi masakras, edhe tani kanë marrë atje hithe, edhe kom hongër me hitha. I pas ka hongër, o bejti pas ka hongër aj tipi që i pa të mba storje, që i hanë ke hithet. Mirë një kështu? Mirë bejti. Bukur. Rikthemi në temë, bejti. Cëla ka qenë puna jote e parë? Na trego. O tema e puna jem e para, ka qenë atyre kur isha une e ri, jenë konë dhe kooperativa studentve, edhe organizashin 3 mujtë zënale kështu. Edhe punën e parë që më marrë rrugë e këmë bo, jem shku në Malzi, një qytet të konë Këlleshen, këna mëntu kësi bandera të hekrit, në për malë, në për kërsha. Ka qenë punë e lotshme? Pjesë. Me gomari qëtëshën, tani une i mëntajshmi që ashtë me dëgëlik, edhe kështu që pak unë e kisha përparësi se në gjefsha gjuhën sërbe, sa t'jo dashke krejtë sërbesh me fullë, shumica që jena hona një 4-5 vetë e kipë. E mu bëj edhe mu dashke me kontaktu me ta malasest e senëveç. O konë shëqnije mirë, 3 ishmi që thuj një farë fjallë popullore kur asha, mësë vrafsha, e mirë këna kalu që aty konë punë e në para. Punë e të parë dhe më banë mend gjithmonë. E mrama konë fabrika amortizatorëve në Prishtinë. Okej. Ma e mire para e fundit. Po dyja t'jenë konë të mira se pjesët ma të mire në Trinisin e kumë kalu në Prishtinë. Ku je pagu ma shumë? Prishtinë po thëtë. Ku je pagu ma shumë, thash? Rinia, Prishtina, puna. Prishtina, Trëndafilat. edhe punën aty edhe krejtë.